Në Kosivar është mbajtur një mbrëmje artistike e veçantë, ku arti u prezantua jo vetëm si performancë, por si një përjetim i thellë emocional. Në titullin Where Shadows Breathe, shfaqja trajtoi botën e brendshme të njerëzit, duke reflektuar emocione që shpesh mbeten larg dritës, si dhimbja, pasiguritë, por edhe shpresa dhe forca që lindin në heshtje. E realizuar nga Andi Ismaili Dance Studio, kjo mbrëmje solli koreografi moderne dhe performanca të fuqishme artistike, duke dëshmuar talentin dhe përkushtimin e pjesëmarrësve. Pjesë e ngjarjes ishin edhe mysafir special, përfshirë një ekip vallëzimi nga Kumanova dhe një kampione evropiane dhe botërore, duke i dhënë aktivitetit një dimension ndërkombëtar. Si fillim unë dua t'i falenderoj gjithë prindet e mrekullueshëm. Fëmijët i keni realisht shumë talentuar dhe krejt kjo puna ime si koreograf ka qenë shumë e lehtë. Gjatë mbrëmjes u ndanë edhe certifikata për fëmijët pjesëmarrës, si vlerësim për punën dhe angazhimin e tyre. Në fund, në skenë u ngjitën fëmijët e kursit të Andi Ismaili Dance Studio, duke përmbyllur një natë të mbushur me emocione, art dhe duartrokitje nga publiku.